Raportimi i medias turke mbi vizitën e kryeministrit Erdogan në Kosovë u fokusua tek inaugurimi i terminalit në aeroportin Adem Jashari. Takimi i dy kryeministrave shqiptar me atë turk dhe njohja deklarative si vëllezër të njëri tjetrit ka dominuar titujt e medias së shkruar dhe asaj online. Por në sajtet të ndryshme ballkanike dominon fjalia e kryeministrit turk: Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Edhe në gazetat shqiptare raportimin e kam pasur normal. Nuk ka pasur një lexim përtej asaj që media televizive pasqyruan në transmetime direkte. Përjashtim bën komenti Alfred Lelës tek Mapo, ku e cilëson Erdoganin sultan dhe Ramën e Thaçin guvernator vilajetesh. Kritika është tek braktisja e gjuhës perëndimore kreut të qeverisë shqiptare Rama dhe kalimi i tij tek gjuha orientale. Komentet janë therrse në shtypin vendas atë të Kosovës, ku takimet e tre kryeministrave shihen si një makineri votash për kandidatet e Hashim Thaçit për zgjedhjet lokale të vetëm pas pak ditëve në Kosovë. Ndaj tek Gazeta Ekspres, Berat Buzhala i quan ato vota të kontaminuara, ndërsa tek Zëri Arban Axhara shkruan të gjunjëzuar karshi Erdoganit. Të tillë sipas saj u shfaqën Rama dhe Thaçi, ndërsa Erdogan me agjend haptazi islamike arriti të shtrih fare lehtë dhe ndikimin e tij ekonomik, duke marrë në dorë asetet kryesore të vendit.